Aktualisht ka rënë një viroz me temperaturë shumë të lartë, çdo 2-3 orë, e cila mezi bie dhe ibuprofeni mezi po e mban, kështu që kujdes temperaturën, mundohuni ta zgjasni një çik sa të mundni ju dhënien e paracetamollit dhe ibuprofenit, sa më shumë lëngje nga goja dhe vlerësoni gjithmonë gjendjen e përgjithshme. Shkaktar më i shpeshtë ka qenë influenca A, pra ka pas raste me gripi i famshëm. Temperatura ka qenë pak e zgjatur, 3-5 ditore, ka pas raste edhe më gjatë, kështu që vlerësoni gjithmonë gjendjen e përgjithshme. Gjithashtu ka rënë një viroz me fytyn e gjakosur, me temperaturë shumë të lartë, me dhimbje fyte ndonjëherë shoqëruar ose jo me fuçra. Ka qenë dy forma virale, gjithashtu dhe një formë bakteriale skarlatina, kështu që kontakti me mjekun do ta diferencoj. Gjithashtu dhe një viroz e tretë, e cila është me kollë dhe temperaturë, ose bën 2-3 ditë temperaturë fëmijë dhe më pas ngelet kolla. Ka pasur shumë raste të cilët fëmijët kanë bërë komplikacione, bronkite, bronkopneumoni, pneumoni. Kështu që kontakti me mjekun do ju ndihmonte. Ajo që do rekomandoja, sa më shumë lëngje, sa më shumë fruta, portokallë, mandarina si jemi në sezon, sa më shumë lëngje të freskëta, çajra të bëra vetë dhe gjithashtu menaxhoni temperaturën. Ju përshëndes.